Pas një muaj agjërimi gjatë Ramazanit, besimtarët musliman festojnë këtë të premte Fitr Bajramin. Myftëri i Vlorës Ardit Hoxhallaku përcjelli mesazh të rëndësishëm për këtë muaj të shenjtë, duke cilësuar atë si një periudhë sakrifice, ndërsa dita e Fitr Bajramit është një ditë reflektimi dhe dashurie mes njëri tjetrit. Hoxhallaku ka theksuar se falja do të kryhet në ambientet e pallatit të sportit flamurtari. Fillimisht duhet ju uroj të gjithë besimtarëve pas një muaji plot sakrificë të Ramazanit, Zoti ju pranoi agjërimin, lutjet, veprat dhe çdo lloj sakrifice që kanë bërë gjatë këtij muaji të begat. Siç e thatë ju, nesër është dita e parë e Fitr Bajramit, festë e cila vjen direkt pas një muaji sakrificë. Një muaj ku Zoti i gjithësisë na ftoi të jemi të vetëdijshëm, të edukojmë veten tonë, familjen tonë dhe njerëzit që kemi përreth. Dhe pikërisht kjo ditë, dita e Bajramit është dita ku ne duhet të reflektojmë me mirësi, dashuri dhe me ato gjëra të mira të cilat ne tashmë i kemi përgatitur për t'i ndarë me njerëzit e familjes, me njerëzit që na rrethojnë përreth. Faljen do ta kryejmë tek pallati i sportit të Flamurtari. Ceremonia fillon në orën 6:30 dhe falja bëhet në orën 7. Ndërsa pritjet zyrtare i kemi tek salla e pritjeve tek Holiday nga ora 10 deri në 12. Gjatë këtij muaji të madhërisëm ka pasur edhe shumë të rinj, mes të cilëve edhe ata që agjërojnë për herë të parë. Myftëriu i Vlorës Ardit Hoxhallaku ka theksuar se gjatë faljeve të dyja xhamit kanë qenë të mbushura plot, ku padyshim pjesëmarrja e rinjve ka qenë e lartë. Muaji i Ramazanit është një muaj i veçantë. Është një muaj ku shpeshherë edhe ne drejtuesve na surprizon, sepse ka shumë të rinj të cilët gjatë muajit që ka më shumë sakrificë. Pra, muaji i Ramazanit që ka agjërimin, dhe agjërimi nuk është një adhurim i lehtë, është një adhurim goxha i vështirë. Kemi një numër shumë të madh të rinj të cilët afrohen gjatë këtij muaji dhe këtë vit ne, siç e thamë edhe para Ramazanit, u detyruam, edhe pse e kishim të mbyllur xhaminë e Plumit, u detyruam ta hapim për shkak të fluksit të besimtarëve që kishim, dhe t'u them të drejtën, të dy xhamit përsëri nuk na mjaftuan për të kryer ritet ashtu siç duhet. Ka pas të rinj. Ka pas shumë të rinj. Mbajtja e muajit të Ramazanit tregon një radhë të parë vendosshmërinë e një njeriu që kur ai vendos të bëjë diçka të mirë, pra ai mund ta realizojë. Se përderisa realizon një muaj të tërë me agjërim, ky njeriu mund ta realizojë edhe shumë gjëra të tjera që në sy duken më të mëdha, por në fakt nuk janë më të vështira se Ramazani. Besimtarët musliman festojnë të premten Fitr Bajramin, një festë që vjen pas një muaji agjërimi dhe sakrifice gjatë Ramazanit.